Na jemi një grupi prindve që jemi mbledh këtu në lagje që i luftojnë pedofilat. Që shumë bo që ju me ardhë bashkë në këtë natë, në këtë lagje edhe bashkë natën e Krishtlindjeve? Edhe natën e Bajramit. Arifa, son. Aha. Po se Bajrami rime një ven, a... Po glushe janë ka vdekur. Me kisha me o thamë, Zotin Gjenet i shohë. E kam djerë. I dashur shka ndodhur? O, po glushe janë ka vdekur. Aksident rogor. Bashkim ti! O, mirë be! Do t'i gosh një kam teka me jo. Jo, se pak ta ullim, pak kanë në vend. A, ta thrasin di më në Jo, shqe. nuk ka nevojë, është në shok pak. O, mirë be! Hajde, Nuk bëjnë, dashur tu t'jema, nuk bëjnë. mirë, qetësore dashur, tu më ke mua? Nuk të duhet. Nuk të duhet, që rajri ku pa për te, ha? E do më klushën time, do më klushën time, Të gjithë duan që të kthejë. Më sërëj, se ti kur nuk e ke dashur, nuk të ka një për dhe. Nuk më ke dashur kur, ki është ma shtrues, ki buzëtjes, po ki është... O, mirë be! O, mirë! Do t'i gosh nuk ka vdekur, apo jo? Si e përgatitet veten emocionalisht për këtë rol? Zakonisht nuk e para pregadis veten, sepse jam e punësuar në teatrin shqiptar dhe zakonisht rolet vinë ashtu siç janë të momentit dhe ashtu të parashikon regjizori dhe këtu në këtë rol më kishte parashikuar Shkumbini Srefi, regjizori nga Prishtina. Dhe në fillim ndoshta edhe nga një lodhje e gjatë të provave që kishim para kësaj premiere, hezitoja për pranimin e rolit, po megjithatë pranova dhe pastaj e pash se mund të gaboja që të kisha refuzuar. Cila është sfida më e madhe gjatë provave për këtë shfaqje? Jo se kisha sfida, ne nuk duhet të kemi më sfida, sepse është natyrshme mbas kaq vite pune, angazhimi në këtë teatr që të mundesh të përballosh çfarëdo lloj sfide dhe jam e përgatitur dhe i marr të gjitha me kënaqësi dhe me pozitivitet dhe vazhdoj më tutje. Çfarë mesazhi shpresoni që publiku të marrë nga kjo shfaqje? Mesazh çdo shfaqje, çfarëdo që të jetë, e cila prodhohet në teatr, publiku gjithnjë merr. Po këtu kemi paraqit një realitet të sotshëm, të kohës dhe shpresoj që merr kënaqësinë më të madhe dhe disi u munduam, në fakt jo unë, po Shkumbini që të adaptoj tekstin e Anthony Nelsonit, është një autor anglez, i cili u mundua të adaptoj në rrethanat tona, të jetë aktual për përditshmërinë tonë dhe kështu e bëm edhe i dham një natyrshmëri tekstit për rrethanat të cilat na rrethojnë ne. A ka ndonjë moment në shfaqje që e ndjeni veçanërisht personal ose emocional për ju? Jo, e tërë shfaqja është kënaqësi për mua, unë vazhdoj të kënaqem me kolegët e mi, janë jashtëzakonisht të mirë dhe më vjen keq që duhet të jem pas kulisave e nuk jem aty ku bënim prova dhe kënaqesha. Dhe isha në vazhdimsi në procese sipër derisa punohesh të shfaqja, kisha kënaqësi të veçantë të shikoja dhe të shihja se si ata rrisnin rolin që momenti nga momenti tjetër. A më tregoni një nga rastet më qesharake gjatë provave? Po, qesharake është situata dhe çdo situatë e re këtu bie të qeshura jashtëzakonisht të mëdha edhe ne aty pas kene qeshim me kolegët tanë dhe pregaditemi që të vazhdon pastaj
paralla të cilën ne I japim publikut. Përshëndetje Fisnik, si ndjeni? Përshëndetje në pranin tuaj gjithmonë fenomenal. Ju faleminderit. Nga e mirë se keni ardhur dhe të na vini më shpesh. Mirë se ju gjetëm, shpresojmë që do vim më shpesh. Tregon cila është sfida më e madhe gjatë provave për këtë shfaqje. Sfida më e madhe është gjatë kësaj shfaqje ka qenë ndërtimi I karakterit, se edhe transformimi I karakterit që e kam brenda shfaqjes. Edhe me Istrën kemi punu goxha në këtë aspekt, se nuk e dinim çfarë kahje edhe ta çojmë këtë rol, mirë po deri në fund të procesit arritëm ta gjejmë një mes, edhe shpresoj që ka dalë mirë. Tregon pak më shumë për rolin. Për rolin? Po, kjo është zonja Trendelin quhet brenda tekstit, zonja Trendelin, po zonja Trendelin ka mjekër, kur s'dihet a është femën a është mashkull, është një farë mesi. Kështu që jetojmë edhe me një koku ka edhe si lloj transgenders brenda shoqërive të ndryshme, kështu që kemi vendosur që ta trajtojmë edhe këtë temë edhe brenda shfaqjes, dhe shpresoj që ka qenë prekur deri në mas sa duhet. Tregom çfarë mesazhi shpresoni që publiku të marrë nga kjo shfaqje. Nga kjo shfaqje shpresoj që publiku të kuptojë që e qeshura në fakt jeta është më e bukur kur qesh. Çfarë ju shtyr të pranoni këtë rol dhe çka e bën të veçantë për ju? Po ajo më tepër më sfida që më dha roli që bëhet një transformim, se edhe gjatë gjithë kësaj kohës që do punoj brenda teatrit, po edhe jashtë teatrit për projekte, asnjëherë s'më është dhënë mundësia për një transformim të tillë, më dok shumë interesant. Dhe sfida më e madhe ishte kjo, transformimi I zanit edhe I gjetjes gjuhës më të përshtatshme për këtë karakter. Mund ta dëgjojmë një fjali të shkurt me zonin e personazhit? Hey, e normal te... Tregom, a e gjen veten dikun në përditshmëri me rolin? Me rolin? Jo në përditshmëri, s'me gjej shkaku se nuk ka të bëj asgjë me karakterin dhe me pikpamjen me ata që e ka zonja Trendelin, kështu që prandaj pëtam ishte edhe shumë sfidë për mua, se është diçka jashtë karakterit tim me punu. A arritëm I kuptu themën atë paktë? Po tash s'kam arrit me kuptu plotësisht roli a është femër, a është mashkull. Është problemi më I madh. Po, me disa gjana, po, I kanë do sekletet veta. Që mu po m'japin seklet, po është okej, ndoshta për ta në rregull. Një mesazh për publikun shqiptar. Një mesazh për publikun shqiptar, le të vinë më shpesh në teatr, se teatri ju sjell qeshura. Si drejtor para shfaqjes, po ndjenja në plot të përgjegjësi, sepse për çdo shfaqje kemi përgjegjësi dhe që duhet të shkojnë ashtu siç është paramenduar dhe siç është e organizuar më herët. Kështu që normal që kemi edhe ne pak trem për atë që duhet të shkojë gjithçka mirë. Po besoj që gjithçka shkon mirë gjithmonë. Tregom si mendoni se do e presin publiku shfaqjen? Shfaqjen e kam prit është jashtëzakonisht mirë në premierën e parë, në premierën e dytë, tash është repriza e parë, faktikisht 3 herë jepet rrata zi brenda këtyre ditëve. Dhe është prit jashtëzakonisht mirë, ka pasur në 2 net e para, domethënë publik për plot salla ka qenë. Dhe kam prit me një entuziazëm të mirë, me kënaqësi, kam buzëqesur gjatë të gjithë shfaqjes e cila zgjat diku 1 orë 20 minuta dhe kanë dalë të gjithë me komente si jashtë, po ashtu edhe në rrjetet sociale ku kanë komentuar që kjo është një shfaqje të cilëve këtij publiku I ka munguar prej më herët, gjatë kohë nuk kemi pasur komedi të tilla. A tregoni se I përket shfaqjes ndonjë nga momentet për ju që janë më të veçanta ose më fani? Gjatë kësaj shfaqje. Mirë, kjo është një komedi angleze, gjithçka është këtu, domethënë e mirë dhe e lezetshme, sepse ka situatat të keqkuptimit prej në fillim deri në fund. Nuk do të kisha veçu ndonjë skenë të veçantë, mirë po ka shumë skena. Unë me tregu drejtën e shoh dikun më shumë se 20 herë, sepse kam qenë prezent edhe në prova, sepse kam koleg aktor dhe tut prita. Edhe
gjatë gjithë kohës vetëm qeshje dhe edhe për mua është interesant të besoj edhe për publikun. Tregon gjatë provave diçka që ka ndodhur që do e mbani mend më gjatë. Mirë, gjatë provave të para nuk kam marrë pjesë, vetëm kam marrë pjesë gjatë provave të fundit ku ka shkuar, domethënë, prova të fundit krye pa ndalë. Nuk ka pasur diçka të veçantë që ka ndodhur, përveç asaj që aktorët nuk e mësonin tekstin lehtë. Se për një kohë shumë shkurtë duhet të ta mësojnë tekstin dhe edhe ata paka shumë nguronin këtë drejtim. Sa i përket teatrit, herën e kaluar që bëm interviste cekët se do ketë edhe bashkëpunime me shkolla. Nga pamjet që kemi parë në rrjetet sociale dhe gjithandej e pamë që ka filluar ajo, si shkon deri tash procesi. Dy nga shkollat janë kyçur, veç kemi filluar një shkollë mesme e kimisë, vetëm kanë qenë më herët ata dhe kanë përcjell shfaqjen e ADN-s, gjithashtu dhe gjimnazi filloi, atje kishim edhe një anketë në cilën realizuam bashkëpunim me profesorët e gjimnazit, ku të shohim deri ku jemi, sa e njohin teatrin dhe se janë të kyçur apo se janë të edukuar në temën teatr. Rezultatet fatkeqësisht janë shumë të dobta, mirë po puna që ndron tani tek ne, domethënë ne jemi ata që duhet të punojmë pak më shumë që t'i sjellim teatr dhe t'i ofrojmë shfaqje të cilat ju intereson aty. Spari duhet të zgjedhim tekste dhe drama të cilat do të komunikojnë me ata fëmijë, po edhe me publikun tjetër përveç shkollave të mesme. Ndonjë mesazh si përfund për publikun? Po, do besoj që për shumë shkurt kohë do të kemi edhe shfaqje tjera interesante, do t'i ofrojmë tema interesante këtij publiku dhe besoj që nga dalë do ta kthejmë publikun atje në teatr dhe ta kthejmë teatrin atje ku e ka vendin.